Mire se vini në një episod të rritë e drejta e imigracionit me avokatin Fabio Lo Scherbo. Sot po flasim për një iniciative trajnimi të organizuar nga studioja ime ligjore dhe të akredituar zyrtarisht nga dhoma e avokateve të Bolonjës Koa Bologna. 3 takime, 3 tema helbësore dhe një kellim i vetëm të gjapim kolegeve mjete praktike dhe të përditësuara për mbrojtjen e kërkuesve të mbrojtjes. Takimi i pare do të mbahet me të premten 7 nëntor 2025 nga ora 15 deri në 17 metëmen e drejta për të paraqitur kërkesë për mbrojtje pa retirimin e deklaratës së mikpritjes. Do të diskutojmë vendimet e fundit të gjykatës së Bolonjës që kanë njohur të drejtën e kërkuesve për të paraqitur kërkesën edhe në mungesë të një deklarate formale mikpritjeje. Takimi i dytë me të premten 8 nëntor 2022 do të ketë temën e drejta për të paraqitur kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare dhe kufizimet organizative të komisariatit të policisë. Do të trajtojmë vështirësitë praktike dhe kufiçtë ligjore që lindin kur organizimi administrativ ndikon në ushtrimin e një të drejtë themelore. Takimi i tretë dhe i fundit do të mbahet me të premten 9 nëntor 2025 me temën aspektet etike në mbrojtjen e kërkuesve të mbrojtjes dhe udhëhecimet e Këshillit Disiplinor Rajonal. Një moment i dedikuar përgjegjësisë profesionale dhe etike të avokatit në mbrojtjen e personave me të pambrojtur. Të gjitha takimet do të zhvillohen në sallën e Këshillit të Quartiere Reno, Rosario Angelo Livatino, via Battindarno 127, Bologna, nga ora 15:00 deri në 17:00. Ngjarjet janë falas të akredituara nga dhoma e avokateve e Bolonjës me nga 2 kredite formimi secila dhe regjistrimi është i detyrueshëm në adresën avp.loscherbo@mail.com. 3 pasdite trajnimi, reflektimi dhe diskutimi me gjykatësie praktike dhe gjuhë të kartë. Ju pres me kënaqësi. Unë jam avokati Fabio Lo Scherbo dhe ky është e drejta e imigracionit, podcasti që tregon se si njohuritë ligjore shndërrohen në praktiket të përditshme në shërbim të njerëzve.